po qarkullojnë në për media. Zotri Këshili, si po e shini tërë këtë situatë? Po diskuton edhe në nivellit të ekspertëve perëndimor që mund të jenë 3 skenarë, sepse Trumpi domethënë kalon shumë karta kështu si të thuash të hapura, jo të definuara qartë, edhe largimi i hershëm nga G7, duke thënë që është situata ajo që po e shihni edhe ju Iran, dhe këtu konsiderohet që po dënë të bëj presion. Dhe unë mendoj që një nga presionet është ideja që u përhap, domethënë se ajo është edhe nga pak edhe në luftë, është edhe lufta psikologjike për likuidimin e Mollahut, domethënë për t'i treguar që ne mund të shkojmë deri në fund. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar të bëjnë presion maksimal Iranit që t'ulin tavolinë dhe të bëjnë marrëveshje, por nëse nuk bën marrëveshje, atëherë nuk përjashtohet opcioni që lufta të vazhdojë, por ekspertët do thonë që Izraeli nuk ka kapacitete për të zhdukur bazat e armë bërthamore nëse ekzistojnë në tokë, por duhet të inkuadrohet Amerika për shkak që ka potencialet e saj që mund të godasin edhe deri në thellësi, domethënë ku janë të fshehura këta armë. Në anën tjetër, nëse Irani vendos të atakoj fillimisht trupat amerikane, unë mendoj që do të jetë fundi i regjimit, sepse përgjigjja do të jetë. Përgjigjja do të jetë domethënë vendimtare, sepse SBA nuk guxon domethënë t'ia lë këtë hapësirë. Unë do ta korrigjoja kolegun pak për shkak që bëri një paralele me Irakun. Për dallim nga Iraku, Irani është një vend fundamentalist, është një vend që përkrah terrorizmin, ka përkrah terrorizmin dhe grupet radikale edhe në Palestinë, ka përkrah një regjim terrorist kur që ka qenë Miloševićit, ka përkrah një regjim që është me premosat domethënë dhe me ambicie hitleriane si është Putini, domethënë ku ka vatra të krizave dhe ku ka mbështetje domethënë për ta minuar rendin demokratik dhe lirinë e popujve, aty e gjen Iranin. Domethënë nuk është Irani një engjëll i pafajshëm, por është një strumbullor i së keqes. Unë e kam krahasuar edhe më radh që qëndrimi i Iranit kundër ekzistencës së popullit hebrej, kundër ekzistencës së shtetit të Izraelit, më gjason me pikpamjet serbe dhe shtetit serb kundër ekzistencës së shqiptarëve të Kosovës dhe kundër ekzistencës së shtetit të Kosovës. Dhe sikur që Serbia përkrah grupe terroriste për të operuar brenda Kosovës, të njëjtën gjë. Natyrisht që ka dallime, por këto janë regjime domethënë që duhet të goditen, sepse kjo është gjuha që e kuptojnë. Dhe ju e dini shumë mirë një regjim si Iranit, i cili domethënë ka qenë gjendje domethënë ta vrasë një grua pse shamia e saj nuk është vendosur në centimetrat e duhura. Domethënë ky shembull tregon domethënë që ai regjim është terrorist edhe për vetë popullatën e vet. Dhe por nga kjo perspektivë, unë mendoj që minimi ose eliminimi i këtyre grupeve radikale që janë kundër Izraelit, që operojnë në territorin e Palestinës dhe në shtetet përreth, unë mendoj që Izraeli konsideron që këtu mund të eliminohet nëse eliminohet potenciali ose fuqia me cilën pretendon, domethënë fuqia bërthamore e Iranit. Dhe Irani nuk e kam shef ambicin për të pas, megjithëse e kamuflon që do të ketë për qëllime civile, për qëllime domethënë energjetike. Por unë mendoj që është një regjim që shkakton probleme, një regjim që i ka shërbyer edhe Rusisë dhe i shërben, dhe i ka shërbyer edhe Bashar al-Assadit derisa u përmbys. Në një farë mënyrë gati thuja i kemi pas disa indicie, kemi thënë se kush është mas Bashar al-Assadit. Dhe nëse bie regjimi, nuk i di a bie, nëse bie regjimi, unë mendoj që Rusia humb një aleat, sepse Irani vazhdimisht ka furnizuar me raketa balistike, me dron, ka furnizuar Putinin, por është interesant, duhet ta themi gjithë këtë edhe për shikuesit, që ndoshta dikush mund të ketë në një lidhje kështu
emocionale. Dhe është pikërisht Rusia që përdor Iranin dhe i përdor grupet radikale islamike kundër perëndimit për hesapet të veta, por që e thani komentator mbrëm gjerman, kur djen puna për të ndihmuar, nuk është e gatshëm të lëvizas gishtin për këtë. Domethënë i instrumentalizon maksimalisht, i përdor kundër perëndimit në mënyrë më brutale. E kuptoj. Te kjo do ndalim edhe më tej për ta diskutuar. Bllakaj, marr parasysh konfliktin e tanishëm. A mund të shërbej si katalizator për destabilitet në rajon edhe të ngjallë deri diku ndoshta vatra të konflikteve të reja? Synimi strategjik i Izraelit në konfliktin me Iranin është implikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt për drejt në luftë. Dhe është Izraeli ai i cili e ka vrarë negociatorin iranian, i cili edhe sipas inteligjencës amerikane dhe shënimeve që vijnë nga mediat amerikane, prestigjioze amerikane, po përgatiteshin që të nënshkruanin marrëveshjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por është Izraeli dhe realiteti është ky, ai i cili e